Mëngjesi, nuk kam luft, i dorëzuam armët, se do na bashkoj baklavaja. Armë pushim. Ju përshëndesim. Sot si fundjavë, do përgatisim baklavan. Ha, moj, si ndjesh nga lufta? A lutim prap me shpata? Shiko, shtresat e baklavas janë shumë të shumta se sa ato debatet që bëjnë njerëzit në përgjithësi në fund vit apo në darkën familjare. Baklavaja do shtresa, kështu që edhe shtresat i do shumë të holla, sa dikur thuheshe që çdo fet baklavaje ose pet duhet ishte aq që holl sa të lexohesh gazeta. Do t'ja arrim Pra të çdo qëllimit. pet është aq holl. Keni parë të gatuajnë ambisa, keni parë të gatuajnë normalisht ne të kuzhinës. Por të them të drejtën dhe e them me plot bindje dhe jam aq modeste që e them këtë gjë, moderatore. Të bëj baklavan dhe ta qaj dhe përfundim të shikoni u të bëja të petëm kështu si kërk, si flet cigare, do ta shikoni. Hajde korka. Një sekond, pra ne më ke marrë me të mira gjithë javën domethënë. Gjithë kohë, lota gjithë kohë. Mirë që të mos na merr shumë kohë kjo baklavaja, llafe s'kemi, do fillojmë nga puna direkt. Llafe ti bëj mos kemë duart. Atëherë, unë po t'i tregoj produktet, kemi zënë një brum faktikisht sepse dihet që baklavaja e do ato brumin e shkrifët, duhet të qëndrojt pak të 1 deri në 2-3 orë. Ne kemi zënë pak më herët, 2 orë më përpara. E kemi lënë aty të mbuluar, e zbulojmë pak të tregojmë edhe se si është gjendja aktuale e brumit. Kjo është brumi që kemi zënë, shumë i mirë duket, as një brum shumë i fort, as edhe një brum shumë i butë, diku e mesme. Që t'jem petët e shkrifta. Direkt nuse si ambuloj ftyrën, direkt. Tani më sill të lutem vetëm mielin se pas kam këtu dhe kë mielin ola për çdo përdorim, ato kemi përdorur dhe për baklavan, për brumin e parë, ose mielin super. Pra, mielin për çdo përdorim ose mielin super janë të dyja super të mira për të përgatitur baklavan dhe për t'u hapur petat. Të tjera produkte do t'i tregojmë edhe në vazhdim. Unë përdor për baklavan që përgatis në shtëpinë time. Masat janë të tilla, 1 kilogram miell për çdo përdorim ola, pak krip, pak sheqer, 6 të verdha veze plus 2 të plota, 1 gotë kos, mund t'i shtoj edhe pak fare qumësh, ta përzije me kosin, por edhe 1 gotë kos është mjaftueshëm, 1 gotë vaj misri, 1 lugë kafeje krip, 500 deri në 700 gram niseshte për hapjen e petëve. Do goxha niseshte që të rrim petët e buta. 1 filxhan sheqer na duhet, 1 filxhan i vogël për të bashkuar me arrat, që t'ja shtrojmë me 2 shtresa baklavas ton. 1 kilogram arrat të qoruara dhe të shtypura, ja ku i kemi këtu. Gjalp i shkrir, do të përdorim diku afërsisht 1 kilogram gjalp të shkrir erzeni. Dhe sherbetin që do ta përgatisim në një moment të dytë, jo sot. Sot do të bëjmë vetëm baklavan. Sherbetin do ta lëm, kur do ta pikim? Do ta pikim sot, do ta sherbetosim të hënën. Pa tjetër që të kulloj pak edhe baklavan. Se i duhet 1-3 orë. E ke çelësin e suksesit. Brumin e kemi zënë, kështu që vetëm për t'i hapur petët do t'ju tregoj tani gjithë këtë procesin. Do ta shtojmë 1 kilogram miell. Ja, po shtoj një 900 të parën. Hapim një vend këtu. Se vdes për ta përsi puna atyre në reklama. Duhet kesh thënë të gjata. Po si kam të gjata se unë gatuar. Shtojmë pak krip, 1 maj krip. Unë i hedh edhe pak sheqer, 1 lugë sheqer, kemi gati këtu. Klurin pjekës e ke, të gjitha i ke. Do t'i hedh edhe pak klur pjekës, në recet nuk e keni, po bana më sugjeroj edhe pak klur pjekës se i bie aroma e pjekës është shumë e këndshme. Dhe ja hodha edhe pak të tillë. 1 gotë me vaj misri. Dikush mund ta, s'ka gjë, ta punoj me dorë të gjithën. Dikush mund të përdori gjalpin, edhe këtu, po unë përdor vajin e misrit, se 1 kilogram gjallë do na marri 5 pas 5, plus edhe sherbeti dhe nga zgjuar kjo gjë, po hajde. Tani t'jedhim këto vezët, po i marr vezët Ovital të ndara, mi ka bërë gati të verdh pas të verdhë, po 2 të plota dhe do ta hedh kështu. Ja. E lëm edhe njërën, do të shohim si do na duket. 2 të plota dhe 6 të verdha veze, do fillojmë ta punojmë. E punojmë mirë brumin. Kam lënë dhe 100 gram këtu, shqyqysh zotit i kemi gati 1 kilogram, se kush rri në për tasa, matim edhe matim.
Për që unë du të ndihmoj tani, du të jem në vendin e Nikit, për shembull që t'ja heqë gjërat. Po, pëlqen ky vendi? Më shumë pëlqen atje. Ja, po i shtoj edhe 2 vezët e tjera të plota. Ishte një pyetje me të futme kjo, që atë pëlqen ky vendi. Si ku më pëlqen nga i herë, nuk e s'ka halë, s'ka gjë. Sot e ke në dorë, të thuash, ti mbash me muhabet. Po, ti mbash me muhabet. Mua ma ke vënë të punë, mi e vënë ke gjithë javën. Do ta bësh një baklava, do ta bësh një baklava. Po, lërë se javën e zbukuroj pak. Po e marrë seriozisht se llogaritë e pyeta, e di sa shkon te një baklava. 80.000 lekë me 88. Atëherë këtë po marr vetëm këtë. Me ta marrësh, do dali shumë e mirë. Moj do dali shumë e mirë, më shto pak qumësh. Ktu dhe ma përzje. Sa qumësh do? Sa qumësh do? Sa ta përzjejmë pak. Aq, një finxhan të vogël, edhe pak fare, dhe unë do ta shoh edhe pak këtu, si do jetë. Sa të zëm pak brumin, dhe pastaj ne do fillojmë direkt me hapjen e petëve të brumit të parë, sepse i hapëm produktet pak më herët. Jam mësuar. Mirë. Ja, prit se mbase dhe s'do më duhet, ose do hedh edhe pak pjesën tjetër të miellit. Se cila ka atë mënyrën e vetë përgatitjes. Unë kështu e kam bërë çdo vit. Ndonjëherë kemi bërë dhe atë tradicionale mbana, po ajo këtu në studio nuk bëhet sepse duhet në divan, në çarshaf, po do fahet ajo në për divanin, për kështu që ato që e bënin dikur, edhe sigurisht që është akoma dhe më e mirë, po edhe kjo nuk del keq, del shumë e mirë. Punojmë. Në rregull, i ke larguar dhe këto, ja të ti heqet dhe këto, se dua ta kesh ambientin pastër. Brumin që kemi zënë do ta ndajmë në 4 pjesë. Pasi brumi ndahet në 4 pjesë, se cilën pjesë do ta ndajmë në 20 ose 25 kulaçka të vogla. Dhe çfarë ndodh? Këtu fillon tani që diskutojnë anvizat, e ke bërë me sa pet ose sa kulaçka. Unë dhe 5-5. Po, shkurt, me. 5 kulaçka, 1 pet. Shkurt. Po, e nda në 4, ato 4 dalin në 20 copë. Sa dalin? 20 kulaçka të vogla. Edhe sa janë kulaçkat, sa një kokër arë. Aq të vogla, do bashkohen. Sekreti tani i brumit është që të punohet një 10 minutë ose 15 minuta. Punohet goxha, punohet mbas 15 minutash. Edhe atë brumin që kemi vënë aty e punuam goxha. Sërish ta punosh edhe këtë. Dhe do ta ndajmë. Do punojmë pastaj vetëm me niseshte. Hapjen e kulaçkave. Ka me mënyra të ndryshme, ka në vaj, ka në 700 grama fërsisht, të na marrin. E që të gjysheve tona, me niseshte. Fiks fare. Vaj do hidhet pet pas pete, sepse do ta bëjmë me 2 shtresa ara. Albana do më ndihmoj pak me arat pastaj, më vonë kur fillojmë hapjen. Nuk harrojmë sepse gjalpin e pastrojmë. Po, është shumë e rëndësishme për ta thënë. Sepse digjet pjesa e sipërme. Ja heqim shkumën. Heqim shkumën patjetër, ne kam hequr shkumën sërish. Nuk kemi Figaron, kemi Andronikin. Figaro! Kaq. Tani, derisa brumi të mos na ngjis fare. Pra, afërsisht 1 kilogram. Vërtet është si me masë fikse, po se hodhëm dhe një dorë më pak apo një dorë më shumë, kjo varet të kemi thënë nga trashësia e kosit, nga lagështia e vezëve. Shtoni miell nëse doni për ta bërë pak më ashtu, do dhe pak fare miell. Ja, edhe një dorë të vogël ndoshta ja duhet të kem këtu. Po, ja më ja të sjellën, po të sjellëm se kemi miell sa të duash. Kemi miell sa të duash, ja. Ja. Urdhëro. Ka menduar Ola për ne. Ola është tashmë në çdo familje për të bërë baklavan. Se si çapen petët me Olën. Ngjyra duhet të jetë e verdh. Kjo vjen nga vezët, nga punimi, nga vaji. Dhe vërtet do të përdorim sa i bie 700 gram niseshte, por do t'i shkundim petët, që ato të rrinë më të shkrifta. Nis më duhet këta. Pra, është sekreti arave, që ara duhet t'jenë me sheqer. Do t'i bluajmë qika ty dhe do t'i... është gjalpi që heqim shkumën që mos digjet, dhe shkundja e petëve nga niseshteja e tepërt. Aj sa i duhet e mban dhe e tepërta. E disa do bjerë, do shkunden ato petët njëra pas tjetrës. Mame, do bjerë peta, do bjerë dhe unë derisa bëhet baklavaja. Janë pet, sepse prandaj quhet edhe baklava, bakla. Po. Nga fjala e vjetër, shtresa.
njëra mbi tjetrën. Sa më shumë shtresa, Bakla është po hava, është hava. Që hedh petën në hava. Baklavan e kanë pretenduar turqit, e kanë pretenduar arabët, grekët, dikush e bën me ara, me pistakjo, varet nga... Unë faktikisht jam ndaj arave, atë të vjetrën, tradicionalen. Po, ajo është. Tonën, tradicionalen tonë flasë, ne nisëm me luftë, po... Shiko, edhe arat kanë një funksion dhe shëndetësor, ne kemi thënë që sa herë do konsumojmë në një copë të ëmbël, në një ëmbëlsirë, po të konsumojmë ara më përpara, duke si ku na ekuilibrojmë ato nivelin glicemik në organizëm, ndaj edhe ndoshta janë këto shtresat me ara. Po, vetëm se unë kam tepruar pak më tepër sot me këto nivelin glicemik. Ishin disa ara shumë të freskëta, shumë të njoma. Për baklavan ka dy lloj njerëzish, që janë këtu mes nesh. Njëra e bën, tjetra konsumon. Njëri që thot që e haj e konsumoj baklavan, edhe një tjetër që thot nuk e haj baklavan, po prap e ha. Por. Që sa mirë. Brumi u bë shumë i mirë. Është një kjo rol është fal të produkteve? Veza, sepse janë pula të rritura në natyrë. Ja mora edhe këtë gjë të shmielli është veza. Po. Të gjitha bashk bëjnë këtë ngjyrën e verdhë dhe brumi duhet të jetë as shumë i butë, as shumë i fortë. Ky është brumi i dur. Shifeni? Po. Nga lart. Që gjurma fillon? Merr këtë formën. Me Androniki, qa do lësh gjurma, qa do lësh gjurma, Androniki. Shiko, vonë e kam bërë baklavan, se kam ditur të hap pec që e vogël, se ky peci këtu ka, gjyshja, mamaja gjyshes, tërgjyshja, edhe unë e kam bajtur. Asta nga që është pak më i ri, po më kanë mësuar të hap pec që e vogël dhe nuk është se, po baklavan vitet e fundit e kam bërë. Atëre ke marrë guzimin për ta bërë, po. Edhe unë të kam thënë që guzhinës janë futur në një mosh, jo të madhe, po flasë në bas të 20-ave. Unë mbaj mend kur bëheshe baklavaja do njerës, nuk e bën dot vetë. Do pa tjetër ja, më ke mua për muhabet. Ajo e madhja jo me petë të hapurën për qaqafe, do njerës. Do hapësh qaqaf, do thajem petë, do hapen gati 100 petë, 2-3 gram, mbaj mend që mblidheshin komshiet, hallat, që bënin baklavan kur ishim të vegjël dhe me zjarin ndezë, duhet ambienti ngrohtë, që është kusht. A me të ngrohtë e kemi? Në reze muhabet nga unë ke, qarë do më? Të se kuptoj, qarë do më? Po flasë për këshilla që të tregojmë ato që se kanë bërë akoma dhe kjo është rruga që e din të gjithë. Të lumshin duart. Të lumshin duart. Do të punojmë edhe pak në publicitet. Kjo është brumi i baklavas. Mbaruam, do të vendosim në një tas, në enë. Me një pecet edhe? Do të mbulojmë me një pecet dhe vojla. Të lumshin duart. Do rikthehemi tani pas shkëputjes që të fillojmë t'i hapim petët. Dhe brumi që ka qëndruar gati u bën 2 orë. Kjo është brum, e thënë drejten, është krenarin. Androniki të lumshin duart, shishi, është krenari. Shumë i mirë dhe do na ndihmoj shumë për krenari është. Është ende i ngrohtë. Ju presim tani të fillojmë procesin kryesor të përgatitjes së kulaçkave, arrave, sheqerit, gjalpit, miseshte. Ku do të bëjmë pa ty, këtu do rish. Rikthehemi shpejt. Tani, pasi kemi ndarë brumin në 4 pjesë, se cilën pjesë e ndajmë në 20 kulaçka, mund të ndani dhe në 25. Ne kemi ndarë në 20 kulaçka se cilën brum. Pra 20 me 4, 80 kulaçka. Do marim 5 kulaçkat e para, gjithmonë me spërkatje, me një seshte. Po ja afroj këtu të gjitha në astagaç, 3, 4, 5. Dhe i hapim në petë të vogla, më pas në një petë më të madhe. Fillimisht po përdor këtë oklajin e trash. Dikush i bën 10-10, po edhe 5-5. Okej, janë më të holla, por ne ato duam, që t'jenë më të holla dhe t'jenë të shkrifta. Kur të bëjmë petën e parë, do ta shkundim që nga një seshteja se marrim shumë. Në këtë madhësi, se cilën prej. Tani, si regull, hapim ato 8 petët e para të mëdhaja, se cila petë është me 5 kulaçka, dhe 8 petët e para, njëra petë nga tjetra njomet mirë me gjalp të tretur, pa shkum, dhe pastaj shtojmë shtresën e parë me ara të bothshme. I shtypim ato, i vendosim dhe pak sheqer, dhe kryojmë shtresën e parë. Aty në mes do hapim edhe, jo 8, po 5 petë të tjera.
Më duket sikur bën atë pishman që ta dhash fushën time. Bëre? Vitin tjetër. A zon fushën. Vitin tjetër. Baklavaja është kështu, fush e lirë. E pa që po hecë mirë, se po të kishe qalutën vinte mirë. Të shkoka dora. E ma ja da o më kata, shika. Pra dhe po i bëjt që të shikosh. Prandaj tash baklavaja nuk bëhet asnjëherë vet. Po jo, më nuk se do kohë. Do patjetër shumë kohë. O, po ty të lunë që pranove ta bësh, po dashi dua edhe unë. Tani po më hyn si në qef edhe do të bëj disa. Do të si puna, po. Do filloj t'i bëj me porosi tani. Ma në të keqen të pe marrë unë, pasaj bëj që të duash ti. I shpresojmë të na dali shumë e mirë, se një pjesë kryesore zë pjekja. Pjesa kryesore është tek pjekja. Bëjmë një ngjitje tani të këtyre. Mos të kisha bërë unë këto topat e vogla. Me këto duan të konkurojnë nga gjitha anët, shi. Punohet ansoret që të mos jenë të trasha dhe peta duhet jetë tani e hollë. Kjo është peta e parë. Edhe niseshte i mban petët e shkrifta të buta dhe nuk... Këto petët që kemi vendosur pesqen, si do të rinë? Këto do të rinë të shkrifta dhe të ndara nga njëra tjetra që të dalin ato petë zatë këshu. Ja, i hapim këshu pak që të hapet në të gjithë si përfaqen. Edhe marim këshu fillon dhe zgjerohet peta. Të lexojmë gazetën nga peta. Po me pa tjetër. Se këshu është formula, këshu thoshin dikur. Peta e baklavas dhe tjetë aq e ollë. Atëherë ajo nuse ishte e denjë për familje, për të vjera. Ja, si hapim, do të hapim qik më të madhe. Minushi aty. Që të thot minushi. Me siguri do të aporosis një baklavas sot. I hap pun vetes unë me këtë punë, po ja. Shisa mi hapet peta. E hollë fare është. Shifeni, do të shkun pak që të dalin dhe ato petëzat që kam bashkuar. Ja. As nuk qahet peta. Është e gjitha tek përbërësit. Sa ka qëndruar të pushuar, ja, një petë perfekte. E prezot me këtë? Besoj po. Si të më lodhet mua? Si të më lodhet mua goca? Urdhëro këtë këtu mere direkt, pëse do të ta... Shumë bukur, ja. Do t'jap këtë formën e rumbullakët dhe të marrë masën e duhur. Bukur for, vendosim petën e parë tani. Këto do na duhet se ja vendosim në mes. Po, janë shumë të mira edhe për të skuqur. Edhe pastaj kalon me gjallë. Po. Ti shtoj sheqer. Ose bëjmë të prerjen duke vendosur tepsin sipër, ose pastaj e presim në fund fare, po ja unë po e vendos se dua që t'jetë sa më e hollë peta. Tani, pasi e bëm petën e parë, mos harroni, bën ja këtë. Të bjerë gjithë... Do vendosim petën tjetër. Të holla farë do t'i bëjmë baklavan. Shtojmë yndyrën, petë pas pete duhet të ngopet mirë mes asin e yndyrës. Yndyrë këtë, Edhe këto petët që premë, edhe këto të tjerat, ja, të holla fare. Po, shumë mirë. I vendosim. E heqim më njanë, shtruan petën e parë, vazhdoj me petët e tjera shumë të holla, gjithmonë 5 nga 5. 5 kulaçka të tjera. Urdhëro, se ajo... është tamam se to gurabiet e sheqerit, që janë gurabie limoni për shembull me... Ja, dhe të tjerat, po i hap shpejt e shpejt.
Rëndësishme është që prova e parë ose rezultati duket që te peta e parë. Kur hapet ajo mirë, të tjerat hapen akoma dhe më mirë. Faktikisht, është akoma edhe më mirë. Sepse fillon edhe krahu nxehet, është më... Po, patjetër që po. Ja merr dorën petës. Tani këtë petën nuk do veproj ta pres si të parën, po do ta godas në madhësinë e këpsisë. Se na merr shumë kohë ajo prerja ashtu. Vazhdojmë fillimisht me oklajin e trash, pastaj me të hollën, ose me njërën, ose me tjetrën. Kjo holla e hollon edhe i jep një trajtshmëri petës, sepse punon me dorë këtu tak. Ne riciklojmë gjithë shka. Ja, duen të tjenë të tilla, shtojmë sheqer. E shtrojmë dhe të dytën tani? Po. Shtresën e dytë të petës. Më duket se e bëra fiks fare për tepsinë. Në fund fare anët edhe do t'i presim. Po është qefi që të hap petën, të hollë, edhe bëhet qikë më e madhe, se hapen shumë mirë. Mesin e pret shumë, ja mesin direkt. Bo, jam i vajzë shumë direkt. Të presim se do bëhet dhe të tjera ata, është në skimër. Se në fundëm do, s'ka, po, nuk mërim duart. Çdo petë e njohur me nga një lugë ose pak vaj. Po jam i vajzat ju thash, i heqim ansoret. I heqim ansoret. Tepsin më këtej, vazhdojmë me 500 tjetër. Mirë, ne do t'i tregojmë tani fazat afër shtresës së parë ajo është e mira, po. Të arave. Kështu që sërish të takohemi pastaj për të treguar pjesët e tjera. Ne do vazhdojmë punën këtu, me shqefin më të madh, me mbarësi, për gjitha ju që jeni duke përgatitur baklavan këto ditë. Kthehemi me punën tonë, kemi shtruar 8 petët e para, se cila me nga 5 kulaçka, i kemi njomur se cilën pet me gjalp. Tani kemi arritur tek peta e 8, ku do të shtrojmë edhe shtresën e parë me ara. Fillimisht, vazhdojmë të shtojmë gjalp, të tretur, pa shkum, është shumë e rëndësishme, sepse e nxin petën, dhe tani e mbushim mirë me ara të shtypura. Kemi shtuar edhe pak sheqer. Gjysëm të bluara, gjysëm që të ndihen pak edhe kur e konsumon baklavan. Ja, kështu. Tani, do vazhdojmë me petët prapë. Në mes do të vendosim 5 petë. Duhet ai pjesa, nuk duhet shumë shtresë trash mesi, sepse mezi piqet, edhe kur ta shohim në pjekje, që duhet është një filozofi tjetër, një punë më vete pjekja, do të shohim që të gjitha petët t'jen krokante, t'jen të pjekura mirë, ndaj dhe në mes do vendos vetëm 5 petë. Dhe në fund 8 petët e tjera. Kështu që vazhdojmë këte nga astagaci, ku i kam lënë punën, kulaçk pas kulaçke, se cilën, e që thua e bëra unë jam, i më hapet gjitha kulaçkat aty. Po, unë në dorë aty. Ja, këtu. Nëset. Po, nga 5 që i hapëm ne, i bie gati, po të bësh një llogari. Do në t'i kam bërë të vogla fare që t'kesh... 5. Të holla fare. Për një baklava që... Shiko, mund të sillim deri këtu ne, po pjekja është një proces pastaj tjetër më vete, se e nisa dhe pak më herët. Tani, ka sipas furrës. Si e pjekun në shtëpi baklavan? Fillimisht e vendos furrën në temperaturën gati 180 gradë. Jo gati, po 180 gradë. E lë në këtë temperaturë gjithmonë te rreshti i dytë i furrës. Tek rreshti i dytë, pra, nga i pari te i dyti për lart. Në 180 gradë për gati 15 minuta. Pastaj, pas 15 minutave, e mbuloj me një letër pjekje dhe gradualisht, çdo 15 minuta, 20 minuta, ull gradën e furrës. E shtroj nga 180, 160. Se dikur e bëni njaf për para dhe pastaj e shërbetosni. Patjetër, sepse duhet të... Edhe kur e bën baklavan, nuk futet direkt në furrë. Sërish nuk futet direkt në furrë. Absolutisht, duhet të qëndroj, kështu që ne nuk do ta pjekim sot. Kështu që mos prisni të hani që sot. Por besoj nga e hëna do jemi duke e shërbetosur të hënën, po. Vëm petën tjetër, petët të holla fare.
Kjo është peta e parë pas shtresës së parë me ara, do të shtroj dhe 4 petë të tjera për të vendosur shtresën e dytë me ara. Është rradha e shtresës së dytë me ara, pas 5 petëve brenda në mes. Pra, 8 petët e para, se cila petë me 5 kulaçka. Tani, në mes vendosëm 5 petë të tjera, edhe ato me 5 kulaçka se cila, dhe nivelojmë që t'jetë në një nivel optimal për të shtruar edhe, do shtrojmë tani edhe 8 petë të tjera. Më pas do të bëjmë prerjen. Hapim petë të tjera. Çdo petë, unë ka pas ka bërë gati, ja. Njomi me gjalp. E përfunduar përgatitjen e baklavas, u lodhëm qikë. Është normale, por që ka dalë shumë e mirë. Tani është momenti që duhet ta presim, edhe kjo do kone vetën, qika të përqëndrimin, të bëjmë atë formën e yllit, ose e presim rombe si të duam, se nuk është dojmë problemi matë, me gjitha të, tani për ta prerë, do të ndaj mirë në 4 pjesë të barabarta. Gjithë të shtresa, 2 shtresa me ara, do të ndajmë një herë në 4 pjesë të barabarta dhe pastaj diagonale. Më në ka dalë shumë e mirë. Mashallah, thuaj. Mashallah, do në gjithësin petët. Mashallah, pra ne po them. Do të t'jap pak gjalp që të vendosë shtikën? Stikën? Që mos të t'ngjisi. Edhe mundo me majnë e thikës që të t'ndimoj. T'edhim edhe gjalpin sipër. Tani, vazhdojmë me këtë prerje. I do të voglat më dhe si t'i bëjmë. Për mua e qike madhe, edhe vogël fare. T'jetë një qikë shu elegante. Miri kam këtu tani. Ylli 1, edhe ylli 2. Ja. Po, kjo është
Yll. Me shumë gjona. Doj që të them që se kam llogaritur fare thjesht me mendje, se është proces i vështirë ashtu. 36 nus kam duket I bjem. Se mos I numroni ju nga lartë atje, edhe nxini me matematikë yll fare. Ajde se e hoqe qafe, ajde. Ja, kështu I thonë, gratë e hoqe qafe, se duket... Po, është angari, baklavaja është angari. A, të lumt. Au, jo, më ra pak shkum, nuk duhet të bjerë kjo pjesa e bardhë, njep një luk të lutet. Një luk, sepse po u hodh gjalpi me shkum, nxjihet baklavaja dhe kjo pjesa këtu nuk del bukur. Do t'jap këtë të voglën, që mos ta... Ha, ja. Super. Të lumë Kjo shinduar. mund t'jetë edhe ka stile, se sjell në të tjetë, dhe mund na shpëtojnë që nga shkuma dhe do t'ja u themi si këshill anvisave tona. Gjalpi I pa shkum, kur të tretet, do ta heqni shkumën dhe më pas do ta piqni.